Më lejoni që në emër të juaj të falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berishën, në lidhje me të gjithë kërkesat që ka bërë Bashkimi i Sindikatat Pambarë dhe Sindikata e Minatorëve të Shqipërisë. Ju bëj thirrje nga kjo konferencë. Nëse doni realizimin e kërkesave të juaja, për të cilat qeveria nuk i pranon, duhet votoni për kandidat të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ju këtu në këtë konferencë, ka njerëz me bindje ndryshme politike, se kështu është sindikata. Por edhe ato kanë të njëjtat interesa si që kemi ne. Pra ne të jemi të bashkuar në drejtim për realizimin e kërkesave tona. Në emër të juaj falenderoj edhe një herë profesor Dr. Sali Berishën në lidhje me përkushtimin që ka për realizimin e kërkesave të Sindikatës Minatorëve të Shqipërisë, të Bashkimit Sindikatat Pambarë Shqiptare. Dhe këtu në këtë tavolinë sot, krahas profesor Dr. Sali Berishës, është dhe kandidati për deputet i Partisë Demokratike Akil Kraja. Drejtori i kabinetit Berisha, i cili po merret në problemet ekonomike sepse ka mbaruar në perëndim nga njerëzit profesionistë më të përgatitur, siç i ka gjithë departamentet Partia Demokratike e Shqipërisë, i cili po merret me kërkesat tona dhe sidomos me statusin e minatorit dhe me problemet e tjera. Prandaj i ftoj minatorët e Tiranës, ku ai do të kandidojë, votot për Akil Krajën. Ju faleminderit. Faleminderit.